Kemi në studio të nderuar shikues në hapësirën e të ftuarit të ditës, lidhur dhe referuar lajmit që Komisioni i Jashtëm në Parlamentin Evropian ka miratuar këtë të mërkur me 57 vota për raportin për Shqipërinë, i cili do t'i kaloj për miratim seancës plenare. Në raport kërkohet thellimi i reformave në drejtësi dhe zgjedhje, ndërsa shihet me shqetësime dhe pjesa e polarizimit në ambientin politik. Gjithsesi, vlerësohet procesi, kështu që unë këtë temë do ta diskutoj sot me ekspertin për integrimin, zotin Geron Kamberi. Zoti Kamberi, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Është cilësuar kampione Shqipëria për hapat drejt integrimit. Fillimisht çfarë do të thotë ky lajm, e më pas për të folur më në gjerësi për hapat që kanë marrë. Besoj që kjo frazë që ju përmendët dhe që gjendet në raport ka të bëjë me faktin që Bashkimi Evropian nëpërmjet kryekomisioneres van der Leyen edhe komisioneres për zgjerimin, po edhe brenda strategjisë së zgjerimit të tij ka përcaktuar Shqipërinë bashkë me Malin si dy nga vendet që janë më afër procesit të antarësimit shpejt në Bashkimin Evropian. Tashmë dihen dy kufit kohor që janë përcaktuar, 2027 si një datë e cila mendohet të përmbyll procesin negociator me Shqipërinë dhe viti 2030 ose 2029, koha kur mbas përmbylljes procesit negociator, traktati i antarësimit ka kaluar nëpër 27 vendet anëtare dhe Shqipëria, si thua, i bëhet zyrtarisht anëtare me drejta plota në Bashkimin Evropian. Brenda kësaj atmosfere, ose kësaj rrethane të re, do të thoja, frazat të tilla besoj që nuk bëjnë më përshtypje tashmë, përsa kohë që dy nga institucionet kryesore që merren me procesin e zgjerimit, siç është Komisioni Evropian, Këshilli i Ministrave të Jashtëm Bashkimit Evropian, vetë dokumentat strategjik që nxjerr Bashkimi Evropian, e kanë përcaktuar si objektiv strategjik. Dhe kjo tashmë, kjo frymë është transferuar edhe në qeverinë shqiptare. Ne dim tashmë që edhe fushata elektorale u zhvillua mbi këtë slogan. Dhe besoj që vetë raporti Komisionit Jashtëm, i cili është prezantuar nga raporteri austriak Andreas Schieder, përpiqet të theksoj këto element, përfshirë disa fraza që lidhen me zgjedhjet që sapo përfunduan. Zoti Kamberi, ju jeni ekspert për këtë çështje, po duhet t'ju pyes pak më tepër edhe për pjesën se si perceptohet. Sa e do Shqipëria integrimin dhe sa e do populli shqiptar integrimin? Thënë kjo, a ka një barazvlefshmëri me rezultatin e zgjedhjeve, përsa kohë që ishte edhe leitmotivi drejt Europës apo në Europë si antare me drejtat plota në 2030? Kur flasim për Shqipërinë, kemi parasysh dy nocione paksa, jo të ndryshme, po që kanë bërë me dy kategori të ndryshme. Flasim për Shqipërinë, bëjmë fjalë për shtetin shqiptar, i cili përfaqësohet nga qeveria shqiptare, pavarësisht krave politik që qeverisin Shqipërinë në momentet e caktuara. Ne duhet ta dimë që fazat e procesit integrimit Shqipërisë kanë qenë të ndryshme në periudha të ndryshme, ka pas ulje, ngritje, dhe ato janë përputhur edhe me cikle të caktuara politike përgjatë gjithë kësaj historie 35 vjeçare. Nga ana tjetër është dhe populli shqiptar. Pa po flas populli shqiptar ose opinioni publik shqiptar, i cili në çdo sondazh ose në çdo anketim që është bërë qoftë nga institucione shqiptare, po qoftë nga institucione të tjera jashtë Shqipërisë, është ende opinioni publik ose populli që ka mbështetje më të lartë lidhur me procesin e integrimit evropian, sa shpesh ngjall edhe habi edhe brenda vetë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian apo dhe vendeve që sapo janë antarësuar. Kështu që besoj që këto dy element janë faktor shtytës dhe që edhe për vetë Bashkimin Evropian, institucionet e tij janë elementi inkurajues. Pastaj do të shikohet dinamika e marrëdhënieve për të parë se si do të zhvillohet. Por kryefjala në procesin e integrimit janë reformat, ato që ka bërtitur më së shumti Bashkimi Evropian që duhet të bëjë pra detyrat e shtëpisë tash të quajtura për Shqipërinë, dhe nga ana tjetër emëruesi i përbashkët që të gjithë i drejtojnë gishtin Shqipërisë dhe thonë duhet një përshpejtim i reformave. Prej sa kohë shihni një përshpejtim të atyre që kanë qenë më problematik apo shtyllat kryesore që Shqipëria është dashur të bëjë detyrat e saj? Në qoftë se do të rikthehemi këtij tokfjalëshi, pra përshpejtimi i reformave, ai ka qenë i lidhur me ato reforma që përbëjnë shtyllën ose shtyllën kurrizore të procesit negociator dhe kryesisht kanë qenë të lidhura me dy grup kapitull kryesor, siç është grup kapitulli 1, që ka të bëjmë ato që quhen themelorët, ku bëjmë pjesë kapitullit 23-24 që lidhen me drejtësinë,
çështjet e sigurisë brendshme, të kufirit, luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit e tjerë me radhë. Kemi pastaj kapitull që lidhen brenda këtij grup kapitulli me prokurimin publik, menaxhimin financiar dhe statistika, dhe jo rastisht janë quajtur themelore, pra që tush janë themeli i procesit negociator dhe që hapen para dhe mbyllen të fundit. Dhe grup kapitulli 2, që ka të bëjë me tregun e përbashkët evropian, që më thënë drejtën pak flitet, por në thelb 80% e legislacionit Bashkimit Evropian lidhet ngushtë me tregun e përbashkët evropian. E qartë. Kur flitet për Tiranën zyrtare, pra për Shqipërinë, Bashkimin Evropian, kjo e fundit priti në një summit edhe liderët e Europës, ne i pam të gjithë, duke u shprehur me superlativa për sa janë bërë për Shqipërinë. Sa lidhje kanë në zhvillimet që kanë ndodhur Tiranë për të rritur edhe më tepër emri i Tiranës zyrtare në këtë proces të integrimit që ne kemi? Summiti Komitetit Politik Evropian, që u zhvillua në Shqipëri, me njëherë mbas zgjedhjeve, ishte një summit i cili në një farë kuptimi vazhdoi traditën e disa summiteve që janë zhvilluar, paktën vitet e fundit në Shqipëri, duke filluar që me summitin e Europës juglindore të marrëdhënieve midis rajonit Ballkanit dhe Ukrainës, summitin e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe natyrisht dhe ky summiti Komitetit Politik Evropian, të cilën Shqipëria si vend jo kandidat e mirëpriti në kuadrin e një formule që ka summiti, i cili summiti pranverës zhvillohet gjithmonë në një vend jo antar të Bashkimit Evropian, dhe summiti vjeshtës që do jetë në tetor, në 2 tetor, do zhvillohet në vendin që ka presidencën e radhës, që do të jetë Danimarka. Kështu që nga kjo pikpamje u përputhen disa, si thua, rastësi kohore, pra momenti që Shqipëria është një proces të përshpejtuar të integrimit, zgjedhjet e periudha post-zgjedhjeve të përgjithshme, dhe natyrisht edhe Bashkimi Evropian, i cili nëpërmjet disa deklaratave, tashmë dhe nga Parlamenti Evropian, po edhe nga degati ekzekutivi që ka qenë Komisioni Evropian, po shpreh një inkurajim dhe që urojmë të vazhdojë, dhe që rrethanat e tjera që s'varen nga nesh të mos ndryshojnë këtë prirje që ka aktualisht Bashkimi Evropian për kundrejt procesit. Janë 2 data, 2 vite, 2027 dhe 2030, për kërshëri të opinionit publik. Çfarë ndodh? Gjithmonë nëse i kemi punët në vijë, nga 2027 në 2030, nështë ai traktati që ju thatë bën xhiron e vendeve, po pse duhet marri kaq shumë kohë, sepse janë 3 vite, nëse mbyllen për shembull negociata. Po eci pak larg, po gjithsesi. Po, jo, normalisht për të kuptuar edhe ata që na dëgjojnë gjithë procesin. Shqipëria zyrtarisht i ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian me 15 tetor të vitit 2024, pra që nga viti, sepse konferenca parë që u hap në 27 korrik të vitit 2022 thjesht ishte e karakterit politik, pra tregoj vullnetin politik. Teknikisht, negociatat janë hapur me grup kapitullin e parë, në 15 tetor. Dhe ne deri tani kemi hapur grup kapitullin e 6, në 16 dhjetor, kemi hapur grup kapitullin e 3, e 2 në 14 prill dhe kapitullin e 3 në 22 maj. Shqipëria duhet të hapë dhe 2 grup kapitullit e tjerë deri në fund të këtij viti, shpresojmë. Dhe pasi të hap të grup kapitull, që brenda grup kapitullve ka kapitull për çdo fushë që prek Shqipërinë, duke filluar ekonominë, mjedisin, çështjet sociale, arsimin, shkencën, sigurinë, siç e përmenda pak më parë, duhet t'i negociojë me Bashkimin Evropian standardet që duhet të plotësojë. Dhe nëse ky proces mbyllet siç duhet, dhe objektivi është për të mbyllur në 2 vjet, pra në 2027, pas këtij procesi nënshkruhet traktati i antarësimit, i cili kalon për ratifikim në të gjitha vendet antare, të 27 vendet antare. Dhe ky proces merr kohë, kush ka parasysh ratifikimin e marrëveshjes stabilizim asociimi, që u nënshkrua, u përmbyllën negociatat në 1 qershor 2006, ka zgjatur 3 vjet. Ne urojmë që mos të ketë të kohë kaq gjatë, por ne duhet kemi parasysh dhe një fakt tjetër, që shpesh ky moment përdoret dhe nga vende antare, Shqipëria përgjithsisht përpiqet të ketë 0 probleme me fqinjet, por momente të caktuara mund të ketë vende antare që fal këtij procesi mund ta përdorin për ta vonuar dhe për të marrë në këmbim, si thua, aspekte të ndryshme, qoftë ekonomike apo qoftë politike. Në qoftë se do ketë pastaj edhe referendume për këtë traktat nga parlamenti ose vendet të caktuara, kjo pastaj mund të krijojë edhe situata ndoshta edhe të paparashikuar, por ne urojmë që procesi të jetë vetëm
brenda parlamenteve të vendeve anëtare që shprehin vullnetin politik të qeverive, të cilët e ratifikojnë këtë kënd. A jemi ne në periudhën më të artë të zhvillimeve pozitive, kam fjallën, me syt drejt Bashkimit Evropian, por edhe ndërkombëtarët me syt drejt nesh, por nga ana zhvillimore flas.